Mirëmbrëma për këtë shikuesve dhe mikrofonin. Faleminderit për këtë ata që po na ndëgjojnë vazhdimisht, për komentet e mira, mesazhet e mira. Mirëmbrëma Ega. Mirëmbrëma Ben, mase veç ja kena nis, kështu të thonë apo do të mi prezentu të jaone, se pedi që jam bashkëpunëtor tu. Po, sonte me neve janë dy shokë me, dy bashkëpunëtor në ngusht, tafër, që kena punu shumë storje, shumë kongë, shumë net në studio, shumë sena që kena mi diskutu sot. Mirë se veni, ardhi mirë doni. Mirë si u gjetëm, mirë dënë. Faleminderit shumë për ftesën. Ose kemi nisë diçka shumë të qetë kështu atë thashë po. Pasha zoti s'po di çfarë më thon çështë. Jo, kur tha bini shumë net në studio, thashë ka leç pjesë, bëna mos sot na. Mos e kujto. Shumë net, atë më do të më tengu kaq. Faleminderit që keni ardhur. Është kënaqësi edhe është emocion se në studio prap është një fara atje kur punojna me Binin. Na nje, po mdoket i nje këtë artistat ka rohë me punu me krejt, po mdoket kur punojna me Binin shumë let punojna. Të këshirëm në një intervist, një herë në akon, këna kalu mirë. Po, fillim. Unë edhe se mikrofonin e kom këshirë veç për një arsye. Dhe çdo emision Bini thot, sot e kam një shok temë, sot e kam një shoqe temë. A vdes kisha Unë vëtë një pa një. Unë një se ka shok, se ka shoqe, a dhe kënë e ka thirë. Jo, zakonisht këtë shumica që kena punu, kena bashkëpunu. Po një ndër ata që i kom post tafërt, jeni edhe jo. Nashta me juve ku të fundi kom punu ma shumë se me shumicën prej tyne. Edhe kena shumë momentet mira, shumë kongë, shumë story, albumin, para mendoj, albumin e parë. Ka, çfarë histori. Ku albumit u konë që unë s'për vetë s'ka mujtë ma arru. U konë edhe në ko rekord. Po në ko rekord, ma pak se një mujtë ditë këna bu album. Që këna arru. A ty bene ka besu kësh. Këna nisë. Freku më ka dollë dikun një histori na, që ditë që këna pos me publiku, që na konë të punu më njësë, që në me punu. Mirë dojnë dhe ke qumë, mërë e punane, sot ka me dollë albume, Unë e kisha një farë loje të Na edhe plohe. Atërime në një dollë, kom sot asoj ditë, kom se njën ditë e pa atëru nuk mëj. Po kena fluturime jashtë danit, se shkoni një më në pilotit. Ku ka turbulenca shumë, e thë që të është ma mirë njerë se tash e ka studiu. Se ishom të ocu dikon, edhe shkon ja 3 djemë këtu mbrapa me jeni, shkon një dhe kështu e në atë mesin e ka rikës të nksyr. Edhe unë isha tu e që e flojë. Me leke si për. Edhe a i ma veke, o, që je mo, që je? Edhe së të isha pun thot mua, me kënë e ka, dikur për këllina me këshira, që je burë, kjo të parë mrena, a që je të parë. Ka thonë në dojsh nash me dru në vesane. Më zet e që temën e udhëtime, cili vanoni më shumë? Mirë dëmë pacollë. Që ku është, ja, këto aki smundje. E mira është që në përdosme e për kështu naja, në shkojna gjithë bashkë. Adin, po kur kam punën me të, është e pa mojshme për e pritë, sot këmë pritë sëtë, për shamu që për marrë në mision. Po, kë unë kam gafil majrën. Unë e këto e bëj me një arsye. Pse du të me mpritë? Kë du të më mësu vetë mëre me ja dole dhe vetë. Vine dhe adzu venin ku e në gjirimet. Pse du të me mpritë mu? Ec, vazhdo, abdin, që ne se si jam, ne? Tu të më pojë zoti vetës vetë, që bini vetë, sa trua, hini vetë uve. Do të më mësu edhe jo. Bini komision vete, në smojsha. Mos me ardhën e nalët jashtë nuk hin mrena. Azari kam veta e tuta si parabigu se ka lëmë me hi. Koroste kur ti vjen ma herët? Studio dhe shumë mrena. Që të marrë është mirë për studio sa ma pak. Jo, po ku e kam parë dje, parë provën boj bjanë që unë e ju hi në studio, ti ki mes edhe një orë gjysë nuk i ardhë. Studio? Se dhe më dhe ka nga të punu dhe një atri nga të studio tjera. Vlo, është punë viti, kena punë shumë, është në gjizime. Mas veç që jenat e bashkëpunimet, bashkëputu me di që shëndoni rollet ju dë kreativit cili është edhe cili është stratego. Stratego është... Stratego është pa kamera. E tani me kreativ dhe të qysh mënëm. Nuk është që, jo, për një me, nuk jena rollet ndome shtu. Ka kongë ku ma shumë merë pjesë mirë doni, shtynë ma shumë për para që a kena me bo. Ka kongë ku ja kena lënë kretë ndurë për shamull binit, gjithë shka e ka pas këtë një par ideje, ma shumë që e kena ngu me tonë shkër të shqip. Edhe ka kongë tjera që i këm pasën për zemër. Bojna dhe për hatër, po nuk ka kongë që na s'kena shtu më spajtime. Po, zakonisht, na 3, është Donjeta dhe Adnani, që jena një ekipe për bashkëtu. Nuk kanë ndodhë, dhe më thonë, ofër 4-15 kongë që i kena bashka. Ma shumë. Kanë ndodhë në herë
mu shprej të bukë falit mu koqit dikon, me thonë që të spet, dhe më thonë, e zojnë asgjitën për 5 minuta. Kuptum, me thonë, a një ide, dhe më thonë, ko mundësi që e bojnë a ide në ati ose temën, e ndrojnë a nesër. E kom thënë, po s'kena pasur me shkel, me thonë, që shto se heq. E tash ma se një tre bashkë për duke pyt kush e prish seriozitetin, kur ti një studio? Mirë doni. Të pasus. Te, unë nuk e të krejte. Me cëllë. Emision, që të kesh mu, unë nuk e di. Po e unë përbëj një video, kush është unë të gjithë në studio, bro? Këtë tani unë, ose unë tani këtë. Do me thonë, bine, nëse nuk e pyta aje unë, kur nuk thët. Qëllë veç një onë, thët unë diska dhe veç e qënë kryt bine. Po, dikush për bok diska. Ja kësha prish pak. Po, edhe pse kretë menojnë që i na pregadit, pse i na shok, i na ekip sëne, na asë që i kena diskutu kongët, na shta një 3-4%, se kena vendosë shumë shpejt marrë në emision. Po. Që të kam edhe të lonë krye, kisha që kena me knu, e i shkryva do kongë, që s'kena knu edhe herë. rina në studio bashkësane, nuk është që i kena para po, kena pregadit, kështu sakë që kena me u, prafërsisht e dina, po edhe cëllën e shumë bo kongën e parë. Mirë da, edhe në që kësha bo kështë, dhe të se bënë. E këshim pnu një kongë tonë që është orkestrim ndryshe, e këshim bo një verzion tjetër, kongës Hej Dashni. E kena bo në album, është një për kongët favorite. Të thonë bini cëllash, Jo, që nuk ko paj se na, për Dashni, Hej Dashni, Dashni një Nuk nga ushë, në zdo kongë bashkë ka një fjallë. Bashkë Ja një është dashtë të mëllohë. Okej, po, shumë kongë e mirë, edhe, po du me cikë që edhe albumi, ka posë që kush më rishë shumë të madhe, edhe u pëlqy shumë. Edhe kom bo një analist tem që ka qenë pri albumeve gjondit që kena bo, që është ko gjeni farë mixi mrena, është një ndër pri albumeve që ka esë mas shumë të kote fundit. Edhe s'kom po, nështë me ka bu për qa kom po, u konë tama një rrje dhe kongve, u konë një farë mixi kongve, edhe u punu taman me një ndjenjë, me një vibe, me një... Po, e ka pas një frim të mirë, e ka pas një frim veçantë. Edhe në për na kur i knujnë, na shojmë sa shumë i pëlqejnë njerëz. Kongët e albumit, po, janë disa prej kongëve që janë konë edhe shumë virale, Hana, Do të vitet ti, edhe Hej Dashni, Gurbeti. Do të vitet ti. Do të vitet ti. Që e këshëm kënu ma vonë, me një valizane e këshëm mënu pak ndryshe. Mënë me provu diçka dhe prej asoj. Po, Hej Dashni, se është një ritëm ndryshe, komplet albumin edhe orkestrimin e ka ndryshe, tash me provojna me bu pak ma balat bëjnë, adin? E kam një farë ide, s'pa dit, është të këshyë. Kjo dhe fshije që s'del mirë. Ja, asë njerë, së shansën me dorë mirë. Okej, po shkojmë, po, notën e kena menu? Nuk po di, pasha zodi, qa po ta rëmenja? Okej. Kisha vdekjes, kisha mujt, mja faq zemrën tjetër kujt. O kisha vdek unë për dashni, po zemrën kur s'ta kisha ty. Hej, ah dashni, dashni qa mbone. Hej, ah kam vend mon zemrën tone. Kam duru qa nuk durohet, ty as nuk t'kujtohet. Se kam prit na dy me dhy, s'ka ma për ty dashni. Wow, nice dhe shumë. Bravo, bravo. Shumë konë mirë prej fillimit me këtë i balot. Po, i ka po, se si aprirë, ka Për një me? po. Pasha e ka pas për mes, kjo balot. Po, në bënë shumë balot anë Në album. intervista nuk është që kalzojnë drejt, nuk është që ungojnë shumë. Okej, Anja në mirë qëto, mire pati. Mirë E pa të tasë shumë më bëna i gome. Hej, masi veç kem të albumi, po du me ditë qysh vazhdoni jo, qysh e bëni bashkëpunimin, qysh beni dakord për teksta. Për tekst është pjesa pak ma e letë, se tekste se cili pak a shumë kena afinitete, aftësi për me shkru, në album ka marrë pjesë edhe Fadili të Polli që falenderoj shumë, Dënjeta, shumicën e kongëve është pjesë edhe unë, mas nej për na i laf, kështu atin me plëcu kongë, nuk unë edhe bini, mirë doni, mos të arrojmë që një laf e ka dhe atë no. A do në sëllis për të folë, dhe më me lonë gjithë qysh. Pik, u kry, s'kena që me po. Ja zban. Po, da poka që nuk thët shpesh, po ka herë ka me zamën dhe që shto leren që shto u kry. Shqyqër, Për tekste u konë maljat. E qysh e përshkruni ju tre njani tjetrin me ka një fjallë?
Bine kisha përshkruajt pa parashikueshëm është. Është i pa parashikueshëm. E Mirdonin? Valla na tek pa parashikueshëm. Atë s'ka. Na shumë posti tret një dimenin për të Pasha zotë. Po në mesës çajo po shkon për tret. Po dhe? Pa parashikueshme Po, ta? jena... Që në një grupë? Unë me E kena në grupë. E kena grupit, drejt premtës hym fuqi grupit. Po, është grupi diaspora që edhe... Po, e kena bona një grupë diaspora, që veç na e dim kuptimin pse, që Ti ishte. dash do të më pyet çka është diaspora. Po. Po, a shumë private, se s'pedi? Atë ka zombini ajo shumë. A ka zëni? Reqes? Mos më menoj njerëz ndaj zan, jo veç kena me udhëtu bashk, edhe për që ata është një udhëtim i ka më shumë që i planifikuar, po ndodh sa po Hajde jo. shova. Tani na për shembull kur ti në fazë të punimit këngëve, e lëna një amën tjetër për shembull. Tash në fazë Tash në diasporë. diasporë, Okej. do koncerte që i kanë këta. Unë kom e qenë si musafir special që kom e prija të rukëtim. Është një lloj udhërofysi. Ciceroni. Po, Ma ka me daj sa vendet. kom e po janë dhe planet pa parashikueshme që thakë. Na gjithmonë e njekëm qatë rrugë. Ose pa Ma parashikueshëm se shkojmë, heq. kur rinë, Nuk e di. do më thonë, gjithë sen është pa parashikim. Që me pyet ku kime najt nuk e din. Besoj që na boj vend. Nuk është e ditë kur kush. A vëre, kur kush nuk është e ditë kur gjë, kështu si hajri sholla. Hej, masi na me dit diçka të që tema, po du me dit pak për Ardin, na Mirdonin pedina që veç u martu. Qa po Kjo e dhe ka me ditë për Ardin? gjetë, po ka dollë, se kjo e ka gjetë një pedina. E ti kur e ki ranin? Rajnë në ka bas mote. As vlasë të Ranin Pa parashikueshëm. Ranin, tash do dhe i kam prisht, gjeneratët e reja punën e Ranin, nuk është i këqyrin Ranin, kështu që nuk e di, nuk kam ndaj farë date. Besoj që do... shkon dhe pos një datë dhe na. Okej, Po, ja bëjmë se për album me caktojmë datën kur ka me dojnë, edhe tani dikur na bujna zgjidhe për diçka, s'po 3-4 ditë e fundit i llojmë zërë dhe na shoqënia dhe bojna diçka. Po me ti da kona i sen të ribile. në çfarë aspekti? Janë ja 2 këngë të reja, Po po Klipe. qatë aspekt se ka one. kallëzëm ti diku po do Personale me dojnë. romantike. Diku po do me dojnë. Nuk ka në sen 3 Na, që... ecëm na dy lojmë, le të folim. Më nuk të përbër konga, kena me diçka si kemi një 2 muhabet. Njëherë për njëherë nuk kena kur gjë 3. Kur të kena 3, bile po menoj me lënë ekskluzive bashkë nëse mikrofoni këna 2-3 kongë edhe këtu vina kallëzojna, po për momentin nuk kena diçka, kështu që Ani ma mirë me ditë për qika që jënë të të këshy qëtash, se komitet i kom pa. qa thejshën, a? Valla. Qa s'kishë. Se mu një gruja jam ja tu minosh komente, s'po vjemi kështu. Mirdon, Do më doni Moskos. Komedë për Ardi, kush nuk po shkon. të më fyt te pjesa e pianos e sintit. A ka ndodhur me eksperimentu diçka me bëni një ngjyrë. Folëm pak tash me terma kështu Okej. muzikës, me bëni një ngjyrë një ritëm edhe kur e ke shuar që ka dështu. Unë shumë keq se na i ritme. Po më ka pa, ha. Edhe e keqja është që provën e bëj direkt Live. live. Edhe, do më thonë, unë e vrej që s'është mirë, thashtë, veç e kësyri a pe vrejnë Ardi, edhe kur e shoh reagimin e tina me mek, pas ke frejk diska, edhe kmet me në birësini unë kësyrë, shtu me të mek, pse në live, abdin. Po, abdin, tu bo testet e shpirë nuk më nësh me Po, ditë, normal. apo i pëlqen masës, qush po nihet, mënyrën ma të mirë të vëshme me zërim, e krejt këtu gjana, kështu që e provojna në live, sigur, abdin, unë këto e këmë su pejteje. Te dhe si një për airport. To e dhe si në vërë, po, kështu që kumë bo allona si gjona. Po, e qysh një, tu e di se e kom përjetu këndjen, qysh një është kur me një solo tonë, me një pjesë, më si më sa që i gazet, shodin, po, e shekrit që reagojnë, këtësejnë, ose knaqen. Se e di këtë ndjenjë që është, se na, pësa më na mbrapa që na s'kena knu, se na kom për para, Po. po na armën e kena qato. Sikur kjo për shembull kur e kënon një refren diçka që ja knojnë krejt, na e kena qato mbrapa që kur e vojna një pjesë, po mendoj që është pjesa e Po, instrumentalizit që Që kemi shumë ase momente tilla se kemi organizu reportarin, nasi Po edhe din sa ku më ndodh ajo. Që e kemi përgatitur që gjithçysh do të më ndodh çaj sen. Po. Edhe ashtu kur e shoh që për ne po dhëzet shumë atmosfera aksilore, them, ula liresh. Se të shë me thonë, Ula liresh se moj, veda Po mu. me ke...
Më ka ndodhur dhe me... Më ka ndodhur dhe null. Ka ndodhur me labin ja që në kokojnë akon. Që dhe së nuk u dheske shumë dhe për një moment. E veç më dolo reagua, ashtu që kretu qënë. Dhe na jalëm pak pojmë publiku, se ka rase dhe qëllën një publik që nuk qëllën bashkë ashtu. Po, sakt. Që është edhe ndrokongën, edhe thash, lema mu. E provista. Po më dolo asaj, në qënë thash, na këmi kopo, dhe qëri ta që më bojë. Na ishme me një jashtë dikon, edhe për një me publiku e diasporës është shumë i mirë, po ka raste ku ngurojnë derisa ta merë iniciative një për me uqun ka. Edhe ndos më ndodhë kjo zakonisht. Edhe thash prova oriental jo, prova ashtë jo, ordi pak në siklet, edhe thash, ja ku mi shu, s'po më në, bum, tesa e zbulova se ku. Edhe si jam sova pak qka për ju pëlqen, thash, au, kry, ma. Si a dojë. Shtojmë atë natën 7-8 s'kom ju Cila konga që kote fundit ini të knu mas shumë ti, se gjithmonë është ka një fazë, përshamë një verë e kënon një kongë mas shumë, një sezon dimrit, një sezon edhe kështu, konga që e keni knu verës mas shumë, që e di që po, Arumet Seke dhe me fillim që një konë shumë të angazhume dhe dasma që i kumë po edhe na konë kontakt, që një konë në stop. Po, unë i falenderoj edhe njerës, po du me shfrytzu rastin, kjo sezon, përveç punës të mirë që e kena bo, du me qenë falenderus komplet sezona e verës, u konë pa as një problem. Se ndodhë me një problem, po as bateriat mikrofonit nuk ka karon ajer për shumë me harru, me thonë tash me nadal një problem. Ka ecë e për marë, edhe ka ecë pa as një problem, për që atë arsye jena ndaj falenderus, ndaj Zotit fillimisht, e mas të ndaj kejt dasmorve që na kam prit ka qmirë. Kongë që janë në pjesë e çdo dasme, është as njerësit e mi, edhe do të vitet ti, janë kongë që në këtu mas shumë ti. Dhe me thonë, ashtu ka ndaj dasëm aty këtu që nashtë araj kongë nuk lidhët të se ke knu e harën, se pak a shumë një repertar nuk është shumë i dalushëm me pe këngëtarëve tjerë, se është që ky zhanër, po as njerësit e mi nuk ka shansa më smjak në qiftet. A keni pas naj kërkesë çuditshme, ndasma, për me kënu naj kongë? Ka dhe shpesh. Për kongë, ka kërkesa të çuditshme, po ka qenë një histori shumë. U ankoj ke ordi edhe instrumentista tjerë të grupit që sinti ka bas, ma shumë se qdo atë. Na në kom qek pak me dominu, po nashta puna zërimit, veshi, lodët, gjadosmo, edhe nuk ishtë që e vresha, edhe këta ki shumë bas unë nalja, ki shumë bas nalja, ki shumë bas u kërë qitan, zero vlo, edhe orët motra e nusës. Edhe orë pak si në hezlia, që ta qita shta nusja hen tha e në tramvellën. Ju tha e dini që aknën e mirë dënë, tha të lutna, ti e mushë cintin, bas. E pas ka pas një që e genoj. Po ajo e ka posë që gjithëzë. A gjej ke me thonë shëja Zotit, a vëdin, edhe i përthi që a i rritu e një djemë. Pasha Zotit në të ka pagu dikën e ka bru, se na visa më shmu aku. O gjithë dhe atje, tha e mushë e bas, ose e ka njini me. Edhe ka di që tha? Pe lypta publiko. Se unë se di që do mjano e basi, publik e dojnë. E do, bas të të mërë. Pasë që pulla e fundit në send që e prejkom. Po, e di. Qak shumë knu tash? Që e ke menu? Po di qa, a me këty pak për qërave shu pak që dashnide që? Hajde, bëma një, po i vjen era të shambull. Patritika? Po. Okej. Po. Shkojnë pa Allah, kongë shumë e bukur është, pak mos vetëm, po. A e përnë fes në duha? Po, fes. Shajti e fes në kështu e thojna A, a bëdel letë me nojnë poplë që i pak në ordinajt. E këj një që këna nalë. A ndë që? Hej, po i bjenera morore te ze. E sa vino prej molit, moro breza bre. E sa na ka shkelo, o hasmite dera. Hej, dridhen malet, jo nuk tunden ku. Ullat ljot burniso, o po maten bu. Urat sel shojm vendin, jo pa il rrugsullat.
Hej, shon korabia, gure shkrepam, po I knotrimia, kong te veta, kanë hyvë shqipeto, në përshkrepa, në përshkrepa. Me gjoks flakën o jashujmë topit, jemi qakuj kastriotit. Le e rritone kullët baro, tito në flakët baro dit. Gjeraltin mirë tonë. Starë që 2-3 herë më shkaj menja vonë ola. Sa isha ke e lej tutët. Më dash me qyri pjesë tekstit se kur e pataknu live I kom pa bu shumë një varë debati I poshtër publik që janë rojnë tekstin kongve patriotike dhe menej që kong që kënohen e për dosma, kong të dashnisë edhe më është minëru tekst. E kom thonë edhe. Po kongve patriotike është mirë mos me ndru asë një fjallë, është histori edhe është diçka që nuk guxon më ndryshu. Kështu që unë e kom po, nuk po thëmë që unë jam I ri, nështë ma I riu prej këngëtarve, po e kom po si tendencë që ndodhë më ndru emnat e fjallët, se është pikrisht kjo fjalla, jemi gjaku I kastriotit që nuk përfshihet në këtë kongë, e realisht është komplet baza e kongës që aty e ndërtume, që tregon që jena popull, që kena luftu, edhe është luftu me gjake, me mënde, me komplet kanë heq njerëzit që na me ardhe me kënu këtu. Kështu që një mesazh shkurt sa do që mundet me tingu në shtacion ma I riu e po flas, po unë menej që është e duhur me e përmanë që të sanë. Po e vërtet, sakt, bravo. Edhe shumë një si e libre që të kongë, se mati kom dash me Bile të tu kënu, ku isha të përcjell, si ide kështu merë. Thash, pëse se kena bo me bona një sofra në diçka, na, vish me kongë patriotike. Unë jam shumë merakli, shumë koncept me bu, po pasha zotin. Po Me lektull kom krysh atë? Po, një orë, nuk e një orë. Unë jam shumë merakli I kongëve patriotike folklorike. Më të veshje komtare, në plesë dhe që nga rej plisi më këti. Ja, mu shumë plisi. Po, Allah, më nuk kom rejtë sa shkishtë. Po një me bo, se dhe kënë në mirë, edhe me bo diçka ma ndryshë se vish po dashni. Po dhe që ata në kjena absolut. A di qysh ordit kënej I kënon dashnis, kënej nuk e di qa dashnia. Qysh nuk... Po, vëlloj, po mene më s'podhej, se ashtu, po, tek e fundit ja këtejna kënë patriotike, Okej. S'na ko menon lufta ma mirë rrim dhe dashnia, Allah jem. Ma mirë rrim që sajde. Cilën kongë e veçan të albumit që e kena bo, e veçani, ose te edhe te, cilën që e ngani kështu. Pasha zot që albumi jonë, amo krejt kongë më pëlqen, ka ditë që më pëlqen. Në veç një kongë kësha vequ, është Luj, që është një formë ndryshe e kongës, që është servu edhe për një me nuk ka kongë tilat e na. Po... Dhe është një për të fillon si balad, mas ne kthehet me një ritëm pak ma ndryshe se sa që jena mësu, nuk është për kongëve që ka ecë ma shumëti, po unë e ngrej për qefi. Atë se pak qytetë shumë e thonë njëri vetën e ngrej shumë për qefi. Pa tjetër. Ordi njët që e ka një farë stili kështu pak ma uneka, vëdin pëlqen do kongë si pëlqen kërkuj. Nuk I pëlqen mosa, vëdin. Jo që si pëlqen mosa, po për shembull, unë sajrë ta ngrej një kongë, ngrej qysh ka me t'inglu në publik ajo, qysh e pret publiku ato, edhe ordi nalet ato që ngrej qysh o hi, qërë gitarja, po lem lo gitarën, apo këta, qërë gitarë, qërë e po, ngrej e devi që po, qërë gitarë. Mu më pëlqen asë njerë sytë e mi, edhe... U hupi më dhe. Këna ma pa? Hana është shumë e bukur. Po, a këshëm kënu honën? Gjyna është mos më kënu honën. Po, vëlla se qajnë për qenë atë mu. Për në me? Ja, Po rejken, okej. Duket oj këna bo, a? Stype për përvojna ku dush. I kom thonë dhe hanës, hala duve shty du pa gjumë të natën. A ke shpirta ke haru, unë po e pres,
Po e pres një lajm gati çdo dit po vdes. Veç sonin me tani, oj ha. Një fjalla ja thu, po qa që sonte s'është me mu, oj ha. Një fjalla ja thu, po qa që sonte s'është me mu. I kom thonë dhe hanës, hala tu veç ty du pa gjumë të natën. A ke shpirta ke haru, po e pres. Po e pres si lajm gati çdo dit po vdes. Veç sonin me tani. Po mi ka interesant me dikon, është era e por që e kom bo kështë bashk, edhe po mi interesant se ka njerë bjek I dur krejt, po krejt me këto bashk, po na to po marrë Mos u halet, jo, mos u halet. Para se me bo muzik me Ordin, ku bo muzik me Donjetën e bini, gjithmonë u kam kështu më prapa sinde, dhe kështu avdin të këshyrë pak, edhe dikur vis ta përgajt, shumë vis pak? Se tu e morë me muzik, shumë vis pak, edhe heke tash një kongë dy, edhe adin ta u largëjke, një kongë dy, u largëjke, njerë dy tash ja mora vesh qa po bën, edhe ishëm Prizrenën, nuk e di ku me një klab, edhe hini, lema pa, ta, hini, një kongë dy, edhe me ju largu. Po ju largu dhe mbrojtje publiku atë. Edhe po krejt bini po këshyrë, s'është po këshyrë mbrapa, nuk është, edhe është vesela. Nuk kum pritit e sa të kthejnë ome, po vesela sinte në dhejtëse. Edhe për thome, pse le? Se e disha se ngonte. A jo ngonte të e po, a se ngonte me s'po me tila. Se ke shtu thoni pa prashi ku shumë. Edhe ngoj, thome, pse më rejnë edhe. Vjen, o, të si ta ndi në ritme, thoti, vjen. Ne presh në mos që do. Po, si të mos në fund, alo ndodh me Donjetën, nuk është artone se kërës që është, Okej, në fund kam me piana që me këno. piano. E kesh që pyt qyshe mani ju këtë energji pozitive, se gjithë ku ju shot, gjithë një të kesh, gjithë një energji pozitive, atmosferë pozitive. Me mjallë. Për energji. Ako ne që s'kini humor, jeni pa humor. Unë si kom po dhe I sot, këta si të vinë, po që po përgjithna në vend ti, këta si të vinë studio, në ronë krejt energjia, janë të dy qështu, asë si kom po kështu kur... Unë nuk e di që është vetë mirë doni. Nuk e di që është vetë. Kur jena bashkë, jena gjithë që është. Unë e në kodit që si jam mirë të shpija, ta shkona ashtë ditë edhe këtë vetat. Po, unë mendoj që është mirë ato ditë kur nuk je mirë, abdi mos me e shpërndohet energjinë e keqe edhe të njerëz tjerë, abdi ka momente kur je I lodhën, je keq emocionalisht, abdi rri pak vetë, abdi që miro me vetën, kështu që mos din me shpërndohet qatë energji, kështu që për mes sartë jena bashkë ose jena në publik, jemi kështu full energji. Ju më do këtë gjithë bashkë jene. Ka ose kur dohëm, Koa? ka momente kur po dohëm, edhe pse Bile që ashtu rrit grupi. edhe pse po do laki mundo. Vallaj, po hajt. Sepse më këtë E rast mas e grupi I përmene diaspora. edhe klubin, se të një ta që e përmene. Para se mu martu ju kona. Tash mo jo, tash mo ma bojna muzikë, mas ka na gjejtë, s'mo na morim. Okej, qa pedalon pra publikun e dosmave edhe klub? Ku je kona atëherë? Jo tash. Kur ju m'kona atëherë. Po. Të ne Që ne herë? Moti. Tash na I ku marru, bashkë zotë se. Jo se mendoj një jo, sa alo dalën, alo jo miri. Nuk është naj farë... Ti je, po, që je. Me dhimt ato, me nejsha si mosha, po jo, tu tam shumë 2-3 janë verën e një, tani po t'kap ke. Nuk është naj farë dalimi përveç dalimi I gjeneratave, edhe për shembull dosëm knohen gjitha zhondrët. Knohen si kongë të vjetra, knohen 7-8 që edhe nisë dosma prej muzikës të lehtë dhe shkon tani tu rrit se të njerë. E në klub I ki 40 minuta performancë, kështu që në klub hen direkt me muzikë. E ki ma të pregadit. Po, e ki pregadit që bëllë bine komplet qa ki me bo repertorin edhe din sakt. Avdi nuk vjen kur kush në klub me ta bo këna ma qitë kongë, uraja halës, uraja tezës. Edhe krejt që ata qenë prezent edhe ata e ma pregadit për mu knoq. Po, Që ndosëm shkon dikush që do të kushtimisht me shku për shkak që e ka pas obligim. Ata që dorin klub, 95% I ki që ata e din arsim se kanë dojnë. Edhe ki ma të letë atmosferën. Edhe gjithmonë, shumë ma vështirë është me knu për 100 veta se për 10.000. Që ata 100 veta me mujtë për shumë mi knaq, po folin 100, 200, 300, 400.
se ko ndosëm në me qëllu diko që s'është adhurus jote. Në klub zakonisht kështu... E ku knaqen ma shumë jo? Varet pasha zotin, po unë për veti ndosë ma knaqna shumë se është një energji tjetër prej familjes që të ka thirë. Se ata nuk thirë kërkush ndosëm djallit ose vetë dhondri, nuk thirë ndosëm pa i pëlqy shumë. Pa pas një parë simpatie ndaj sasoj muzike që ti e bënë. Kur të shkajsh, një pritje që ta bojnë është e jashtëzakonshme. Ti kur shkon në klub, pritën mirë, po që ta dhe mirë dunë, është e shkurt. Edhe ai pronari i klubit është të këshyrë, so ka fitim sa s'ka shumë vakt është me të nejt gati me fol. E dasmort kur shkresh presin sikur me kon, sinqerisht po them si me kon fëmijë tyne, si me kon i afërmit tyne. Edhe që kjo tani ta bëni far ngrëtësie që nuk e gjen gjithkund. Edhe që kjo është tani ma edhe muzikur bën ma lehtë, se dogo që do bëhet te shtëpia jote. Sidomos kjo pjesa e këtyre viteve të fundit ku na kena pas pak më shumë popularitet, e njerëz na kanë njohur më shumë, tani u kun edhe më e lehtë. Për që ata unë i veçej pak më shumë dasmat. A keni ndaj rast interesant dasëm që ka ndodhur? Përveç to që ka Zemiloni. Gjithçka. 1 milion sa në dasma enda. Dasma ka shumë histori se vinë përzihen edhe jo familjar shumë të afërt, vinë përzihen edhe familjar pak më të lartë, për shembull djali kusherinit. Korasa që se din qapo lidh. Po, se din edhe qapo lidh. Me pas kontakt. Ishëm na me një dasëm edhe në migja i të dhondre, diçka pak ma largë, edhe ai domethënë të na fol neve, ju jeni djetë më të mirë, jo kështu. Domethënë unë bani mu, domethënë thësha ja ka shkruar dikush në letër, atë çast shumë që na livdoi neve. A vjen jo gjeneratat e vjetra kanë rrë, jo dy jeni kështu, jo dy jeni kështu. Domethënë arriti me na fol 40 minuta me na fol fjalë veç mira. S'di ku i gjegë, domethënë na jam type 40 minuta, minutën e 30 e tashëni. 40 minuta na mojti domethënë, edhe erdhi ndër tash. Ish pa fillu dasma, edhe erdhi ndër tha. Më miq, a beshe, s'deshë me mblon mi mor këta. Pasha zonë, është Met mila, ta me se ka ullë kry dhe ka isë, kur më nuk orë, hesh, 4 orë e të mbasë, kur më nuk orë. Disqysha të sparë pozitë e qitit. E se kom kësira, Unë sa më se ka ndru me nimin e që kur ju ka një? Pos në një, Pos më në rajës një, në kemë si kësi, hinë mrena. Pa i ka thonë qëne, dhondri pas ka mozë i ka marrë, bili ti marrë me të mirë. Po dhe, a i sigur kish bezu që na kur që s'kena me po. Ka thonë bile ti... Po, ftyri, tha, beshe mista që të ishe mos me mblon mi marrë. Nuk jenë qashtë Ato do ke interesant që ke pjesë. Shola, bravo. Ardë që kena, që shumë kënu diçka? E po ta Diçka që se kena një orë. Po, një kongë më të e patëm kënu në studio, është kongë e Mamut Feratit, është Loti. Okej. Po e këshim këtu, ka fundi ta një ndrojna që shë bëjshim në studio, kër e këna bëjt bumë, 100 herë e bëjshim. E thash, pëse mësë me bo live, a? Kërës për di që kanë bërë, Po e që ati në këmë. Ju po të rritë me ato me aeroplan. Kur jem në aeroplan, ta di si sa në 3 kodre. Kur kim të të re? Nësë njësë, e mësu vlau. Në Gea. Hajde. Okej. Isha i mërzitur, nuk e di se sa dikush emrin tënd pran meje e tha, zemra që kish vdekur, se di si unë gjallë, në fytyrën tënde shikova me mal. Në Prishtinën një studentesh, as po qane, as po qesh. Te fontana, nu
ul pion, jo as kur s'poj qëndron pran. Bravo, bravo. Shumë Ah, të rejmo! Me sukses. interesant. Qyshe shet tregun tash edhe ma herët, kur ljekon të ndonë të fillimet tua, qa që të ndryshimin e po flasë për qëto 5 vitet e fundit? Unë menej që pajgarë pandemija ka ndru botën në gjitha aspekt, e ka ndru edhe muzikën në tregun e muzikës. Qka më pengon në tregun e sotshëm është nevoja absolute për me prodhu vazhdimisht, e çdo artisti. Po, sakt. Edhe ka plot kongë që unë një që ndalë para 2 vjetëve, edhe rastësisht e një në radio se dikun edhe din çfarë kongë e bukur është, e se ke një që 2 vjetë. Se është mbi ngarku prej prodhimeve të shumta. Vite e ma hershme, për shembull një artist e ka lansu një kongë para verës, krejt verën e ka pas qatë kongë, e kena njoft, e kena ngu, e kena shtjerë qatë kongë. Tash, nuk ka shanca me shku një mujdet një artist pa qitë kongë. I qëfar do lloj zhanri po flas. Apo duke që kjo e konsumon artistin, a i ndimon. Konsumon, jo, unë mendoj që e konsumon shumë artistin, nuk ka artist në botë që mundet mi prodhu 60 kongë në vit për çdo vit. Në për botë funksionon në format ndryshe. Një artist, Dua Lipa, e sjell Future Nostalgia albumin, edhe bën turin me qatë album në për krejt botën. Edhe ajo pushonja 2 vjet për me hedh kongë të reja, nështë e hedh një kongë për Krishtlindje tjetër, po që ato kongë të soja duhet mungu. I shfrytëzon mirë. Po edhe i shfrytëzon edhe të kanë mungu. Te na që kjo nuk funksionon. Te na testohet një kongë ka dhez mas një javë dite. Nëse s'ka dhez mas një javë dite, ajo U kry. u kry konga. Edhe menej që është shumë gabim, po është tregun cilin po jetojmë, edhe nuk mundet me udhëheq ordi dhe mirdoni. Është një farë forme, është një farë lugit që ka mundresh mas një kohë. Po, mu po më ndoket që veç kanë fillu mu vedisun qëtë aspekt, disa alojnë të përdojë qatë sistem, që edhe ne kom thonë gjithmonë që është gabim, edhe se po konsumohen, edhe që ata që po mendojnë që dhëtë me prodhu non-stop, momentin kur ata po pauzojnë, kur po nalën, të më thonë ata që aty domin matë që aty pekan. Se sukur pe mësojnë, pe alitin publikun me push shpesh, kur po nalën, publiku po dhëtë ku met këj hupi. S'ka kush e vedi tani, po. Apo kupton, se pe mëson me çfarë tempo me prodhu ashtu, s'pe di. Tani edhe momentin kur prodhon shumë, mendoj që kualiteti veç cilësia bjen, sasia rritet, po cilësia bjen, edhe kështu që unë gjithë jam kon pro me bo kongë të mira, edhe edhe në album kur kena punu, asë një kongë në nuk e kena bo, edhe kjo du të vitit të kur e kena bo, nuk i kena dalu, para afërsisht i kena kon 90% të krejt që ka mu prit, nuk i kena vequ asë njën, i kena bo kongë të mira, nuk kena unë me bo me thonë për bëjna një kongë për qëtë arsye, veç kongë të mira kena bo. Qa ju kun qëllimi? Po shumë mirë se ka dikush që e bëni hit edhe e lanë me qaqë. Unë mene që dosh me dit me shfrytzu famën që e merë mas një hite. Se zakonisht edhe po pushojnë, pe bëni hit, pe lanë, jo, s'pelen, po a i munut me bo vësë në bën korma. Po, edhe munut edhe me bënë kongtira. Shpelejiti ato. Nuk e lenë, po, i ka dhejtë gabimisht. Tu të shfrytëzimi mas hitit është Adnone, a ne, në në tjetë dhe gjatë mi kazu që shfrytëzohet dhe që urbohet. Okej. Mirdon, qka ke minuti me kënu? Për sonde, na, bashkë. Si kjo ndodhe që të është. Realisht mirë të s'ka me du se jo me grip shumë. Je, për të mënej, qa ke... Se kish mos të Qa ke minu për sonte? Nuaj me avon kështë na ide. Po, dhe ide po flasë. Me kënu jo, po sho zote mu. Keni nëzon pak të lashe, pëse mësëm të ma heret qa me menu diska. Qëto kongë që i kënani... Na një. që kënani edhe... Okej. Nuk po e harrova titullin e kongës, e kemi bashkëpunim kongën me Luizin. Titullin e kongës E doja. Qafëshe? Shfar ide Se na mirë. pata menu dhe pak, se të dhe në Po, shpilë. se në titull kemi pas pak problem. Shumë ide mirë dhe ka qenë kongë shumë e mirë. Tepër kongë e mirë. Po. Do më thonë, edhe sot na për neja na i lypin ekstrem shumë atë kongë. Po. Nuk është që performojnë shumë se 2 zona pak e koklavitun, po kështë e di që na i lypin shumë. Po, kongë shumë e mirë edhe kombinimi u konë i mirë. Po. Ka dal një projekt shumë interesant edhe u kon i rastësishëm kështu.
po mas nej te publiku u pret mirë, edhe interesant në që promovimi pa të buën big, bashkë qëtë kohën. A ju ka ro diku me Luizën me postin me bashkë me kënu jo, a? Jo, me sa një, jo. Jo, s'kemi pas. Jo, a? Jo, nuk nga ka ro, që bashkë interesant, ma që e përmende, pas ki mujtë në herë me kënu bashkë, nëse na bjen me postin e bashkë, e kemi në kohë. Para bashkëpunimit kemi pas. Para bashkëpunim nga ka ro, mas jo. E qysh lindi ideja për bashkëpunim? E rastësisht me u konë, na veç e kena pas kongën të e punu për album, na konë të punu kongë për album, edhe e kanë dëgju edhe ata ju ka pëlqy konga, edhe mas nej... Kjo ka qenë konga albumit? Po. Okej. Tani... Do me thonë me Luizin tani. Po, ata ju pëlqej konga shumë, tani erdhëm dakord që ashtu që me dorë konga për albumit, me dorë si solo me... Ishte një paralajmërim që jena të pru albumat, dhe nështë u konë diçka e bukur, u konë diçka e mirë. Rrë pak. Po. Rridhe pak e mos më fal, se me vujt unë jam mësur. Ti rridhe pak pa thënë asnjë fjalë, dhe në heshtje ty të du. E doja prap, e doja vetëm nga lart, është më shumë se dashuri. Po vnisja pak nga pak, kur të shija për çdo natë, s'je e imja por e ti. Rridhe pak e mos më fal, se me vujt unë jam mësur. Ti rridhe pak, pa thënë asnjë fjalë, dhe në heshtje ty të du. Po të teksti u koni fort të popët. Krejt pjana ka pas dhe shkollë po, së këni dujtë. Qaj e dha shmegun. Edhe një kongë që u konë, po, do të vite ti, që ka ecë me fillim, më duket është konga që ka pasit në album as mjetë, të vete ti, edhe kështu. Po. Edhe pas, mas i jinin viral në Shqipëri, në TikTok, po. Edhe kështu, edhe në fillim ka ecë. Edhe në fillim ka pas nisë mirë. Po. Valë në konë 2-3 kongë të vequme, u ka në konga e Gurbetit që ka ecë, po. Ka ecë shumë mirë. Po. Be nuk u di pse s'pëna i kënë. Është mirë me kënu Gurbetin, se se ka kënu tepër ma ti. Po. E kënu edhe Gurbetin, po, veç edhe diçka. Përveç tonë, se ju keni bashkëpunuar me studio tjera. Po. A ka ndodhur me pas një bashkëpunim edhe që u anulu? S'është më kujtu për momentin. Ka pas kongë që e kena nisë se kena kry. Po, ka pas kongë tilla, po, dash, mas dalin. Mas dalin. Jo, ato të onë e di. Mas Ato dalin. për ato e din krejt. Po. Njët. Ai njët në realisht, da më në... Unë edhe në projekte kom pas lanë. O, ti fit. Nashta, pikpytje. Jo, Këtë persone s'pedi. Tanja Që kjo grupi diaspora. Ti sot për hirë por kitë, sot i të snënjë. A për këna grupi tja? e këshim kënu për bete. Sa se këna kënu shumë mati edhe është kongë tepër e bukur. Edhe është kongë që për me e ka posë edhe një tekst mirë, edhe një... Ka tematikën shumë bukur konga, edhe kër e kena bo bashkë me Fadilin që ka shku tekstin, unë edhe mirdoni, edhe te aty në studio, unë e maj manë si sot, kër e sëqareshim para se me bo tekstin, qka po dojna me interpretu në kongë. E në konë histori edhe të familjarëve të mi, edhe të njerëzve që kam përjetu qatë ndjenjë, edhe është thjesht një dedikim për njerëz tonë që të jetojnë jashtë, dhe ta shqyqër Zotit, ka shumë shqiptarë suksesshëm, po edhe është shumë malet, na e dim vetë ku shkojnë në grupi diaspora, kur tojnë në Gurbet e shqimë, sa letë është mu gjinë tash në Gurbet, se ka shumë shqiptarë suksesshëm ta ngjesin dorën, po në vitet e mahershme kjo nuk u konë kjo luks. Edhe kam përjetu shumë sane cilat meritojnë me u tregu. Sakt, tamam është e përshkru me që shukon situata. Okej. Notën? F me bo? Notën 5 me bo F? F.
Rruga e hajrit më tha nana, a dit kur jam nis. Për gurbet e mora rrugën e dola prej shpis. 2 cigare m'dori pata, asni me te lik. Unë hastret po qare spata, derën ja kam fik. Isa shumë na kena vujt, në për rrugëna kena bujt. Sa herë nana që m'ka thirë, e kam rajtun që jam mirë. Isa shumë na kena vujt, në për rrugëna kena bujt. Sa herë nana që m'ka thirë, e kam rajtun që jam mirë. Perfekt. Këngë shumë e bukur edhe më shumë për vërtet. Realiteti shqiptare. Po më mendu ata që janë gurbet që kanë përjetu kur e kanë një. Edhe okej, do është ta marrë mesazhin në vend kështu. Po, sakt. Unë përjetime, be sinqerisht është unë se nuk po du mi mërzit njerëz me janis me bu këtu tash tema, po jam pjesë përjetimet edhe të familjarëve të mi edhe di edhe të shumicës. Kur njerëz që nis pas një cent, që nis pas atëherë në sistem që nis pas stacionit autobusave dhe nis me autobus kanë dalë jashtë. Edhe se ka ditë ku po shkon. As ku po shkon. Edhe kjo është një realitet i shqiptarëve që e kanë përjetu, edhe që duhet mu njoft, duhet mu majt. Edhe historia jonë është shumë e bukur se nuk është majt nështë ta përmes shkrimeve, po është majt përmes këngëve. Folklori ka majt gjallë historinë e popullit tonë që duhet me vazhdu, është diçka që është mirë me vazhdu. Po, masi jena të folklori, nuk e kisha zgjatë, ishëm më lidhë me njëherë të komni të kënu kongën e Selman Kadris. Po, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. E këshëm lidhë me njëherë. Pas ka me tu, s'pani me tu në sofër, kështu. Ja, më këtë dikon në të rritë rritë. Që shkëtë këtë shkaj, mua beti jashtë ashtë, më s'pja këtë imë sandollë. Mirë du në të qyrë një alëse. Që e ke e burë. Që e ke e burë. Në sharki be këthejmë. Okej. Është një këngë që më pëlqen shumë edhe e kënojnë disa këngëtarë që unë i këm pas favorit, i këm ngu shumë. Selman Kadria, sholla japim hakun. Hej, vengoj hakun, pas ka me të servi. Ija thono kush ashtë, qaj Selmano Kadri. Ija deri sot, ose ke më njose, erë zoto në vrau, au qatë mili shkersen. Hej, se istogu, oj morë me redhi, ine bukur shpesh, e Kadri dho sërbi, ine por kësa i rode, oj pushka e Selmo, o një dridhi e shnat, o të caro dushonit. Hej, ty t'lumë dora, o Selmano Kadri, i akshtu o po thot, o more krejtor Shqipnin, i adje mos i ti, ka Kosova pra, ape pra po në shkije, o do të morim hake. Qasë e bakshtishe. Qëre, mirë është këngë rëzishme. Stroni sofrën kështu ku ndosë ma? Po, Ku kërkes në mrala? bojmë sofër, zakonisht në përdasma, kur kërkohet prej zotit shtëpis, edhe u jenë kongën tash, unë gëj folklor shumë. Për një me, po thëmë se nashta kështu me më po, një farë djoli si urë të sene, po
folklorin e du shumë edhe Po dhe story, unë rrit. në raste Po, mu pëlqen shumë folklori edhe për momentin, për ditëshmëri e kam Sharkin e Hamzës të ngu është një kongë që unë shkrina masoj, po nuk gëzej me kënu më së më thuj se Ala nuk e kom su mirë. Po, do shta me thonë, në për kërkujnë kërkesat e zotit shpis, kënojmë, po kryesisht në sofër e kena një farë repertoarit tonë, kongëve që na interpretojnë anë sofër, kongë që në përgatit në mirë. Nuk rrallë herë bojna kërkesat aty për aty, ku e në sofër. E kena një farë forme që shtu me mirëdonin, që dosmat edhe kontraktuan ma herët, ndodhë nërë mi thonë a kena i kongë për zamër ose diçka. Por nuk ndodhë më orientu komplet sofra, veç në post qefeve, se tani i hu pak edhe... Për shemë, në sofër ndodhë që thëtë ndroja emën që aty, abdim, ose thuj si të emën, po shtiman e emën tjetër, një djorë dojës të vetë që... Po ka qef aja, orë ta në fillim që nuk ndrohet. E keni boni për mbledhje kongë patriotike që e din që... Që kënohen shumicën e zonave të na, që pëlqenë edhe i keni... Po, shumë mirë. Po dhe se ko rase, unë më ka ndodhë që ti me përsërit, veç që e ko qef njoni, që ti me përsërit një të kongë 5 herë. Po. Tash dikush tjetër nuk e ka qef ato, da i përin auditina, thët përsërit me ato tjetër në ti 5 herë. Po, ti me të notën 2 kongë t'i kënu. Po. Mostina tani janë në detoj, ku janë nisin me bo, me partia, me kështu tani janë bëhet ketë lugë. Ka pas rase ku i zoti shpis ka ardhë, edhe ka thonë prej fillimit dosmës, na ka thonë, ju lutem shumë, kongë patriotike mos me kënu ndosëm. Edhe tash jetë se dyqysh mos me kënu. Adin gjatë do, edhe tash i ke thonë, a ka mundësi me ditë, dhe nga ka thonë, kam këtu mesafer, prej kësaj partije, prej kësaj. E din që kom rana dhe... Unë i du fort, ju kështa lutë, edhe nëse ju vinë, veç ju thuj zoti shpis ka thonë, ma vonë nëse diçka tila. Adin se njerës tani janë nisin edhe në zëjen e kështu. Edhe ka pas raste tila ku në fakti zoti shpis veç ka thonë, nuk du për shkak qatësoj, për mos me kriju tani ndosëm probleme. E tash ju grupi diaspora, po du me ditë, kur keni me bo një bashkëpunim? Na trea? Po, ju trea. E kena bo veç. A keni projektin gati, a? A keni projektin gati? Po. E datën? Dota që dota. Bosh një projekt që vishë na Vetë që shumë. është projekti. Ja njëse e quba kështu. Po, e kena një kongë që e kena punu së fundi bashk. është një kongë ju balot. Po, Një tash. kongë shumë atmosferike, për kretë adhërus të orë dhe mirdonit. Një kongë shumë atmosferike, një kongë, më thonë që dhe ma ndryshe prej tjera. Po, sakt. Po, diçka ki ndryshe, diçka që po shpresona që ka më pëlqy. Hajde, me zi. Neve nga pëlqen. Sa e vërësi. Po, e për detoj e tjera, tani këta vetë e zbulojnë shumë shpejt. Konga është veç u kry, janë përpunim të klipit, gjirimet e klipit janë kry, edhe po besoj që shumë shpejt ka me dalë edhe ka më pëlqy. Super, për hajde. Unë du më i falenderu edhe njëherë që keni gjithë ku me orë, se i di që jeni shumë ngarkum. Edhe mas shumë di që po më gëzonë është që e njëjta energji, e njëjta... Qa të ku e kena lonë, qa të ku e kena lonë, e që shena gjithmonë kështu edhe kur të rrina, u konë edhe sot këtë. Edhe kongët janë konë perfekt për aspektin profesional me se diskutojna, dhe jeni të dytë shumë të mirë. Qa nuk e ki emisione ma të dhe së të mbenë qëta lirë fshije. Edhe Ordi është një këngëtohet perfekt, përveç është i sakt, këndem e konë një ngjyrë që e veçohet për që ato, që konë një ngjyrë shumë kristal, shumë i sakt, shumë i mirë, edhe i disciplinum në studio, pak vonuot në studio. Okej. Po, ama kur vjen rinir. Po. Ja, kur vjen vërtet, a pritet me dalë. Janë bashkëpunus edhe se ju lidhua shumë. Faleminderit mirë. E kalove, më njësë temë të këmohën këtë, se di që e kalove, sholas me lypë tash. Faleminderit shumë, Bel, është kënaqësi, është për një kënaqësi shumë e madhe me qenë këtu, edhe me këndu para publikut të dhëzë mikrofonet të Dugagjinit, po më bëhet shumë qefi, këtë studio ka që mirë, edhe për hajrë edhe ty puna, se na kërja kena njësë si e koni. Vetë u kom bini, vëlla. E mojnë me vetë. Vetë jam konë. Që nësët. U konë emisioni dytë. I dytë. Emisioni dytë. Po. Po.
Kështu që shihemi projekte tjera, në këngë tjera dhe besoj që shumë shpejt të ndazë mikrofonin dhe zë ndimër në isana, do me buti që të të bërë në shkënë dhe eski. Dini të më grenë më. Ega, po e përfundojmë, a? Po, veç edhe një mesazh një e publikot për adhuruse juve. Që mesazhet Ja, e peti, ja se mesazhet e mesazh në kom japë së dhe ne. Po s'di që ti një është për mesazhet që jep. Po një mesazh shihu ma vonë, shihu ma vonë. Çikas, kjo është gjendje që. Çfarë çon gjendje më thon? Hajde se ta lash fjallën. 15 minuta të fol për një mesazh. So kina kona. So kena, nuk kena shumë kona, për një 30 sekunda veç mbyllë. Që me që mesazhet edhe përfundojnë. Po, rreni gati zgjumit, mos rreni sut shumë natën edhe që në më herët nisë në ditën, çfarë më thonë. Shumë mirë, bravo. Çfarë do? Do me rasi pas orë na me fletë në 8 ora, s'na konvenon as mua. Jo. Faleminderit kreve. Faleminderit. Shihemi pra një javën tjetër me Mustafirin e Radhës. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit me neve. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.